Mirëmëngjes, unë jam avukati Fabio Lo Scherbo dhe ky është një episod I ri I podcastit e drejta e emigracionit. Sot analizojmë një vendim të rëndësishëm që trajton një element shpesh vendimtar në procedurat e bashkimit familjar, situatën e prindërve që kanë kaluar moshën nga 70 e 5 vjeç dhe rolin e fëmijëve të tyre që vazhdojnë të jetojnë në vendin e origjinës. Bëhet fjalë për vendimin e gjykatës së Romës, seksioni për të drejtat e personit të emigracionit të depozituar me 20 nëntor 2025 në çështjen e regjistruar me numrin 2796 të vitit 2025. Rasti kishte të bënte me një shtetas marokan, mbajtës të legjes së qendrimit afatgjate të Bashkimit Evropian, I cili kishte marrë nga sportello unico per l'immigrazione në prefekturën e Rovigos autorizimin për bashkimin e të dy prindërve. Megjithatë, ambasada e Italisë në Marok refuzoi vizën hirese për nënën duke argumentuar se nuk ishin provuar kërkesat e nënit 29 të kodit të emigracionit. Gjykata e konfirmoi ligjshmërinë e refuzimit duke sqaruar një pikë që shpesh krijon pasiguri: dalimin midis statusit të prindit në ngarkim dhe statusit të prindit mbi 65 vjeç, të cilat gjëne alternativa dhe jo kushte kumulative. Kur prindi ka kaluar këtë moshë, ligjvënësi nuk vlerëson të ardhurat e tij, por mundësinë reale që fëmijët e tyre në vendin e origjinës të gjenen në gjendje të ofrojnë kujdes. Në rastin konkret, nëna e paditësit kishte gjithsesi të fëmijë, siç rezultonte nga libreza familjare e paraqitur në dosje. Në këtë situatë, ligji kërkon prova specifike. Aplikuesi duhet të tregojë se fëmijët e tyre nuk banojnë më në Marok ose se, edhe nëse banojnë atje, janë të paftë të kujdesen për prindin për arsye serioze dhe të dokumentuara shëndetësore. Certifikata e ngarkesës familjare e paraqitur nga paditësi nuk u konsiderua e mjaftueshme sepse dëshmon vetëm aspektin ekonomik dhe jo aftësinë reale për ofrimin e kujdesit. Norma nuk mbështetet në një logjike vetëm financiare, ajo merr parasysh aftësinë e përgjithshme të fëmijëve të tyre për të kujdesur për një prind të moshuar. Për mungesë të provave të kërkuara, gjykata e hodhi poshtë kërkesën. Faleminderit që më dëgjuat. Ky ishte një episod I ri I podcastit e drejta e emigracionit. Mirupafshim.